Sot kemi marrë një vendim, ose më saktë ka dalë një vendim nga INUK, i cili e quajnë të palishëm ose të pa vend këtë vendim. Kështu, vendimi i kryetarit të Bashkisë Tiranë me numër 9967 fraksion 13 i datës 14/10/2014 për kompleksin me 5 struktura banimi dhe shërbimi nga 1 deri në 17 kate me 3 kate parkim nën tokë në rrugën Kristo Luarasi është i pavlefshëm për shkak se është abuzuar në aktet që nuk kanë marrë ende fuqi juridike. Është një akt i dalë pas datës 22/8/2014, kur Këshilli Kombëtar i Territorit pezulloi dhënien e lejeve të zhvillimit nga kryetarët e komunave dhe bashkive deri në konsultimin e njësive të reja vendore. Është një akt i pabotuar në regjistrin e planifikimit sipas numrit 10119 për planifikimin e territorit të shfuqizuar pas datës 1/10/2014 dhe ligjit numër 107 fraksion 2014 për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, për rrjedhoi nuk ka hyrë në fuqi.